Atëherë dashur, u rikthyem studio për të vazhduar bisedën me një zonjë, me një soprano soliste që unë gjithmonë kam kënaqësinë ta takoj dhe ta kem ashtu pjesë të bisedave. Ajo jetën e saj shtrim për mes Amerikës dhe po ashtu Maqedonisë dhe performancat e saj flasin dhe vetë. Përshëndetje dëshira, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Mirëmbrëma, përshëndetje juve dhe gjithë shikuesve të televizionit Shenja. Atëherë dashur, siç edhe tham, kam të ftuar sot Dëshira Ahmetin, soliste e parë apo jo soprano në operën dhe baletin e Maqedonisë së Veriut. Dëshira, në përgjithësi ka qenë një periudhë e ngarkuar për ty këto muaj, le të themi, si ecën, si ishte ritmi i kësaj periudhe? Tani nëntori është muaji shqiptar dhe sigurisht që duhet të angazhohemi dhe të bëjmë gjëra të bukura, gjëra të cilat do të ngelin në kujtesë të popullit ton, të vendit ton, e kështu me radhë, dhe kuptohet unë jam një natyrë që dua të jem e ngarkuar, paksa si thuash me punën time, edhe këtë vit u lidhen datat shumë afër njëra me tjetrën, me shfaqjen që e kam në Teatrin e Operës, që ma detyrojnë, si me thënë, në program që e kam, që duhet të luaj rolet aty ku punoj, edhe kjo ishte me datën 7 nëntor, Opera Pagliacci, në rolin e Nedës. Është një opera që e këndoj shpesh në repertorin e teatrit, dhe pastaj koncerti gala që kishim me 28 nëntorin. Prandaj dhe mund të them që i lidha këto data, shumë mirë u lidhën njëra me tjetrën, edhe kisha hapësirën e mjaftueshme për të qenë edhe në pjesën e përgatitjeve të programit që kam. Si ishte performimi flasim së pari për operën Pagliacci, nuk është hera e parë që e luan këto opera, po jo, e ke luajtur dhe më parë. Po, si është, ndoshta ndryshon sadopak kur e luan her pas here, ndoshta në ndonjë formë pjekësh ose gjen ndoshta ndonjë këndvështrim tjetër tek personazhi që luan, dëshiron të depërtosh në ndonjë formë tjetër tek publiku, dhe si është në përgjithësi rikthimi sa herë që vjen përsëri në operë në shtëpinë tënde? Të them të drejtën, asnjëherë nuk është një lloj, po është e vërtetë, sepse ne përgatisim partiturat, notat, përgatisim komplet rolin, hym në karakterin e personazhit që do interpretojmë, që e kemi për shfaqje, por që këtë radhë ishte një ekip mjaft, si thuash, në një nivel pak më evropian. Meqense kisha dirigjent nga Hungaria dhe tenorin e shfaqjes, partnerin, domethënë, të rolit kryesor nga Italia. Dhe ishte, si thuash, një përgatitje në një mënyrë paksa më ndryshe, me kërkesat që kishte dhe dirigjenti, por që unë isha mjaft e kënaqur me gjithë ato, domethënë, prova që bëm bashk, arrita të realizoj atë që dirigjenti e shikonte, e perceptonte për ta realizuar ne si artist, edhe të përshtatemi kërkesave të tij. Prandaj dhe mendoj se këtë radhë ishte shumë në një nivel evropian. Të gjitha shfaqjet kanë qenë dhe premiera, ka qenë një premierë absolute me gjithë kolegët e mi Maqedonas këtu në Teatrin e Operës që kam, por që është ndryshe kur vjen një eksperiencë e re, dhe të them të drejtën, u bëm një treshe, si thuash, unë pak nga Amerika, nga New Yorku, Hungaria këtu edhe Italia, dhe u bën një kombinim i bukur dhe sollëm diçka të re këtë radhë për këtë shfaqje. Është gjithmonë ndryshe kur secili jep ato eksperiencat e veta dhe po ashtu edhe këndvështrimin apo qasjen e vet. Del diçka çdo herë më ndryshe, çdo herë më e bukur apo jo, më e formuar, ndoshta më e kompletuar. Po, shumë e vërtetë, edhe unë kam një pianiste edhe në New York që përgatitem sa herë që vi për rolet dhe vi e gatshme, kështu që solla edhe unë diçka të re, sepse tani më e kam të rolin të përvetësuar, edhe kuptohet që mund të ndërtoj mbi të dhe gjëra të reja dhe të bëj dhe ndryshime, dhe isha shumë e kënaqur dhe unë vetë e shijova shumë, po e pash edhe publikut atë që transmetova me gjithë atë emocionin tim dhe me atë, si thuash, lirshmëri në skenë që më jepeshte kur veç më, si themi ne, ke këtë rol në xhep, edhe ti fal diçka të republikut, e parë se po komunikonim bashkë, sikur merrnim një frymë, dhe ai publik e ndjek mirë teatrin dhe e njeh operën, kështu që unë sinqerisht
jam shumë e kënaqur dhe ishte salla plotë për plot. Ishte një gjë e bukur, sepse ishte plot dhe publiku na mbështeti me duar trokitjet, edhe kjo ishte e gjitha për, si thuash, për ne si artist, kur marrim ato duar trokitjet e fundit, edhe këtu plotësohemi për të vazhduar me forcat e reja. Fiks, se rolin bazë dhe gjithçka vetë se e ke ndërtuar dhe luan tashmë me këto lulet, le të themi, apo në rol. Çfarë i jap kësaj radhe publikut në rolin e Nedës tek Paljaçi? Çfarë mendon që kësaj radhe ndoshta e vrejtë më ndryshe ose përjetove më ndryshe? Tashi, atë që e përjetova unë dhe që e pash se me vërtet ma mundëson të këtë radhë edhe zëri im, edhe ajo dashuria për rolin që unë kam kaq vite që interpretoj dhe që e dua si rol, ato ma thanë dhe koleget e mia, se kisha shumë nga koleget që kishin ardhur të më ndigjojnë dhe thanë, dëshira këtë radhë na ke në bërë të ndjemi më ndryshe me kreacionet e tua. Dhe më thënë, jepshe diçka nga vetja jote një kreacionet të reja, të cilat vetëm artisti i krijon edhe mund të japi më shumë nga vetja. Prandaj, unë mund të them se këtë radhë ndoshta dash edhe nga pjesa artistike, nga aktrimi, atë gjërat të cilat mu më vishin natyrshëm dhe regjizori mi pranoi, pastaj tha, e bëre këtë, po doli bukur, domethënë diçka edhe nga vetja ime, po dhe nga ana e interpretimit, domethënë pjekshmëria e zërit që ne në këto vite pastaj edhe kemi një si thuash një siguri për të bërë dhe gjëra të reja, edhe momentale nëse dalin, përsëri dim që të gjindemi në skenë për të dhanë edhe ndryshimet e reja dhe aty momentale, kështu që dolën të bukura. Edhe në improvizim, më e sigurt, apo jo, pas gjithë këtyre viteve qof karrierë, po edhe maturie, zëri? Improvizimet nuk na lejohen, sepse çdo gjë brenda notave dhe çdo gjë brenda ritmit dhe intonacionet, por po ka fraza të cilat ne, domethënë, mund të bëjmë një frymarrje të gjatë, mund të na ndjekë dirigjenti që këtu unë ndihem mirë dhe domethënë nëse orkestra është në ritmin që mund të përcjelli, marrim frym bashkë edhe dirigjenti është ai që kontrollon dhe jep hapësirën që thot do ta presim këngëtaren, janë notat për shembull notat akute që quajmë ne dhe në korona, që ajo është nota që mbahet më gjatë, dhe këto ishin momente të cilat unë edhe në pjesën e dytë të aktit të dytë në rol e shijova, sepse aty pastaj jam në rol brenda në rol, domethënë në teatr jap një teatr tjetër, dhe këtu kisha një interpretim të ri, dhe ishin gjëra të bukura, ishin gjëra të cilat nuk di si të spjegoj, domethënë këto vrehen gjatë interpretimit nga ato që e njohin shfaqen, edhe rolin e Nedës, edhe sigurisht shpresoj që vërtet e kanë shijuar publiku. Sidoqoftë provat, aktivitetet, kjo dashuria e publikut, sallat nuk mbaruan me operën Paljaçi, kishim dhe gala koncertin e datës 28 nëntor, i cili besoj ishte punë më veta, po jo një lodhje, po besoj në fund edhe një rezultat i një pune kolosale të shkëlqyer dhe plot dashuri. Është me vërtet koncerti 28 nëntorit ishte një koncert i cili po planifikohej me muaj me radhë, dhe që në verën që të këtij viti, domethënë që nga Beari, do themi që nga qershori, unë erdha me atë projekt gati që doja të bëja një koncert për festat tona, por akoma nuk ishte vendosur data. Dhe nuk kaloj në komision. Kjo ishte një moment shumë i vështirë për mua, dhe pastaj kërkova mbështetjet institucionale, dhe në këtë rast, domethënë, u drejtova edhe tek zoti Mexhiti për të dhënë një përkrahje për këtë projekt, i cili është në përmasa më të gjëra. Domethënë, kjo i takon vendit tonë. Ne duhet bëjmë një projekt i cili do të ngjelet për publikun si një moment historik, edhe do t'japim publikut një program të bukur në festat tona. Dhe, me thënë të drejtën, e arritëm qëllimin, e arrita edhe me drejtorin të flasim, edhe me Ministrin e Kulturës, edhe bashkarisht ishim këtu në një kombinim që unë insistoja dhe gjithë, do më thënë, ishim kështu një ekip që derisa e arritëm që të realizoj 28 nëntori dhe të jetë një ditë e lirë për teatrin, se ne zakonisht, do më thënë, kemi shfaqje që janë në repertore dhe si tuash nuk mund të ndryshosh atë datë në qoftë se është veç me caktuar, po ishte fati jonë që ishte edhe data e lirë për këtë vit, edhe u përputhën gjëra, dhe kur bëhen gjërat me dashuri, dhe kur bëhen me një vullnet, me një dëshirë për
adeon, për vendin, për të dhënë një kontribut si një artiste shqiptare, mendoj që me të vërtetë edhe dyert u hapën vetë. Edhe e realizuam një mbrëmje të mrekullueshme me artisten e madhe, zonjën Inva Mula, e cila u tregua e gatshme për të ardhur për të qenë pjesë e këtij koncerti. Ajo kishte edhe koncert në Shkodër për ditën e alfabetit dhe pastaj për 28 nëntorin ishim bashkë këtu në Shkup. E kisha ti në mendje që nga fillimi i projektit, që nga projektimi divën Inva Mula dhe po ashtu tenorin Ismet Vejseli, apo ishte diçka që mendove gjatë realizimit? Jo, ishim në projekt bashkë me Invën, edhe pastaj, me qënë se edhe Ismeti u punësua në teatrin e operës si një tenor aty në këtë institucion, atëherë i dam edhe rastin edhe artistit shqiptar që të jetë kranesh, edhe vërtet është artisti ri, por që ka potencial, ka edhe goxha, si thuash, edhe aktivitetet të ndryshme, dhe tani ma i e zotron skenën dhe nuk ishim frikë që ne ta kemi në krahun tonë për këto duete dhe për pjesët që ati, dhe më thënë, i caktuam në program për të qenë bashkë. Kështu që këto ishin gjërat të cilat unë i kisha planifikuar me Inva Mulën për të qenë, por pastaj dhe orkestrën dhe dirigenti dhe kështu me radhë vinin edhe duke ftuar edhe, si thuash, edhe artistët e rinj, dhe këtu e kishim rastin që sollëm Ismetin dhe doli me të vërtet bukur kombinimi. Se cekëm që rolin e Nedës tek Paljaçi e ke vetë se në gjep, e ke kënduar sa herë, e sigur dhe thjesht e zbukuron, i qasësh në mënyra nga më të ndryshmet. Kurse tash tek gala koncerti more përsipër edhe pjesën e organizimit, po edhe vetë performimit, si u ndjeve, sa është rënd të jesh gjithandej, e fokusuar dhe të japësh më të mirën tënde? Nuk është e lehtë pak, sepse zëri lodhet, është një instrument i cili konsumohet. Por që unë jam në formë akoma dhe punoj dhe sigurisht që kur këndoj role për të kënduar pastaj pjesë edhe me shkëputje, arje, pjesët që unë këndoja, dhe më thënë hyre dil nga skena, është shumë lehtë se sa të rish gjithkohës në skenë, ato që bëjmë ne me kolegët që jemi nga 2-3 orë në skenë dhe hyre dil, po duhet jemi me gjithë publikun, edhe ndonjëherë zjatën që t'jesh me pjesët duetin edhe arjet e gjithkohës në skenë. Por që është një përgjithësi tjetër, ballafaqohesh direkt dhe statike, nuk je me aktrim, nuk ke ku të lëvizësh. Edhe këtu çdo gjë është ke publiku, fokusi, syri, gjithçka, drejtimi, frymarrja, ndjehet çdo gjë në detaj. Unë të them të drejtën, e kisha një lodhje derisa dola para se dal në skenë dhe kisha një ngarkesë, është çdo gjë në rregull, a do të shkojë çdo gjë në rregull, sepse gjithmonë e kemi atë frikën se mos ta befason diçka. Por, vërtet doli ashtu mrekullueshëm siç e menduam, ishte mbrëmje magjike, ishte unë e ndjeva veten në atë skenë kur dola para publiku dhe e pash sallën plot, dhe unë e dija se kush është në publik, sepse shumicën e tyre i kisha edhe njerëzit të cilët i kisha ftuar, edhe përballesh dhe direkt i shef dhe e mbledh veten edhe thua tani jemi këtu bashkë, edhe duhet të tregojmë atë bukurinë e skenës edhe qytetërimin si qytetar që jemi këtu bashkë për këtë mbrëmje të madhe të festës tonë. Jo, vërtet ishte emocion, unë isha prezente edhe si që dia tek prova generale, pasi kisha edhe nderin dhe rastin të intervistoja dhe Invën, dhe po ashtu edhe pash edhe koncertin edhe ju përsolla dhe nga rrjetet sociale, dhe vërtet një emocion shumë i bukur dhe i paparë të dëgjosh operën që luan, domethënë orkestrën e operës që luan këngë, pa diskutim kryeveprat botërore, po edhe ato shqiptare. Po, u munduam që të kemi një kombinim të programit, me qënë se interesimi ishte edhe nga Pala Maqedone për të ardhur një publik të cilët ne ishim të befasuar, ato vinin gjithë mas artistes tonë, dhe më thonë që është emër i njohur për të ardhur të ndigjojnë, sepse ishte rasti, unë gjithmonë jam aty dhe më kanë ndigjuar në role dhe din dëshirën, por Inva nuk, dhe më thonë, vjen me rastet që këto janë momente që e adhurojnë, sigurisht që adhurojnë, dhe ne jemi të lumtur që kemi emra të mëdhenj, shqiptar, artistë
që na prezentojnë në botë dhe na bëjnë krenar edhe aq më shumë në një vend siç është Maqedonia, ku ne kemi nevojë të përfaqësojmë denjësisht popullin ton dhe kishte interesim të madh dhe prandaj dhe tham që të vëmë dhe vepra shqiptare dhe veprat e kompozitorëve të huaj. Orkestra luajtin në mënyrë të ishin mjeshtra të gjithë, sikur e ndjen, domethënë ishte valle me dajre e Thomagaqit, ato e luajtën kaq bukur, sikur të ishim edhe në operën e Tiranës, nuk e dia do ta luanin aq me dashuri orkestra. E ndjen, ishte vepër e mrekullueshme. Edhe artistët kur janë notat e shkruara me dashuri dhe me mjeshtri dhe domethënë dhe ka dhe pjesë Ballkani sigurisht nga motivet tona, e shijojmë, ne jemi këtu të gjithë, e njohim kulturën e njëri tjetrit, por janë të shkruar nga kompozitorë të mëdhenj, të cilët me të vërtet janë thesari jon, edhe ne zgjodhëm bashkë me Invën për të qenë përpos simfonisë, domethënë valle me dajre që kishin për orkestër, instrumentalen, vum edhe pjesën e Bareshës nga Kosova të Rexhu Mulliqit, edhe ajo u luajt shumë bukur, me një fjalë me ato motivet e bukura që ne e njohim si vepër të gjithë. Dhe duke vazhduar pastaj me agime shqiptare të Avni Mulës, valsin e lumturisë, edhe kështu me radhë Nat Zamanta Sajfurie që këndova unë, ajo që është si një jare shkodrane, domethënë një jare e kompozuar nga Çesk Zadeja, kompozitori i madh shqiptar. Si u bë përgjedhja e repertuarit? E përzjodhëm unë dhe Inva. Se kishim të kryevepra botërore, apo jo, po edhe këto perla të muzikës shqiptare. Ashtu, unë e Inva e bëm programin komplet. Ndoshta do duheshte edhe pak më shumë vepra shqiptare, por që kjo ngelet dhe për koncertet e radhës, me qenë se kjo ishte një gur themel, të themi, i këtij koncerti të parë, që hyri në program. Se ne kemi pas koncerte, kemi realizuar për 28 nëntor, nuk është një rast i ri se kemi pas. Unë, për shembull, kam qenë në 100 vjetorin që kam organizuar me Invën, po koncertin për ty atë dhe që ishte e solli komplet Inva nga Tirana dhe unë isha pjesë e ati koncerti dhe në Tiranë, edhe i thash që duhet të shkojmë dhe në Shkup, sepse ajo e mbajti dhe në Prishtinë, dhe realizuam, por ishte një projekt, si thuash, i cili nuk ishte në programin vjetor, por ishte i paguar si projekt, domethënë të cilën në këtë rast nuk mund të ketë asnjë problem kur ti paguan. Por nga ana e realizimit këtë vit, si themi, e kemi vënë në program, është një punë historike. Prandaj dhe unë jam shumë e lumtur që unë jam iniciatore për të bërë këtë histori për vendin tim. Publik plot, apo jo? Shumë. Në sallë. Ashtu është. Interesimi ka qenë i madh. Ashtu dhe të rastisi, besoj të ndëgjosh komente, ndoshta të flasësh me ca nga ta si ishte. Se flasim për një moment historik kulturore për gjithë ne. Diçka shumë e bukur ndodhi, një gala koncert që na solli perla shqiptare në operën dhe baletin e Maqedonisë. Si u ndjen njerëzit? Tani unë isha akoma në skenë dhe kolegët e mi kur erdhën të na urojnë dhe thanë ishte shumë bukur dhe pjesa e dytë ndjeshte që publiku u ringjallë. Sigurisht që do ringjallësht edhe ne e dinim, prandaj dhe e lam nga fundi atë pjesë. Pse s'vum tha më shumë pjesë shqiptare? Thash unë, ne do të kemi koncertet të tjera. Ky është i fundit. Po, ky nuk është, po, është koncerti i parë dhe donim ta ofrojmë publikun. Domethënë kjo të jetë diçka që publiku i gjerë, qofte edhe ambasadat, diplomatët, që do ndigjojnë veprat botërore, e di se artistët shqiptar janë një kalibër, një nivel i lartë dhe me pjesët shqiptare në sigurisht që i zotrojmë ato dhe dim se si të këndojmë më mirë se çdo kusht tjetër, sepse e kemi në gjak, por veprat botërore, kur ne i tregojmë se i zotrojmë në mënyrë shumë në nivel të lartë, atëherë kjo është mënyra më patriotike për të treguar nivelin e popullit. Domethënë kjo është skena edhe puna dhe gjitha këto ne na ngrisin si popull. Prandaj dhe e menduam në këtë mënyrë dhe besoj se komentet kanë qenë sinqerisht për ne që na kanë uruar, por edhe mas asaj kishte një koktej dhe u takuam atje me qytetarë dhe me njerëz të tjerë ardashës që kishin ardhur për të ndjekur koncertin dhe ishin të mahnitur, kishin ardhur nga Struga, nga Dibra, nga Kumanova, qytete domethënë të cilat festoheshte festa gjithandej, por kishin ardhur me një dëshirë të madhe për ta ndjekur këtë koncert edhe ndiheshin krenar për artistët e tyre, por njëkohësisht e kanë shijuar shumë dhe ka pas interesim të madh
për blerjen e biletave, sa që në momentet e fundit akoma shkruani dhe unë i thash edhe drejtorit marketingu që e kemi aty edhe ne, një shqiptar që punon është Burhani, edhe është edhe ai pa lodhshëm, edhe i thoj unë edhe në lozhat lart kur të vinë dhe gazetar, vinë dhe kështu të lutem, domethënë ose student, gjithë mos i lër pa merak dëshira, ka vende për të gjithë. E vetmja gjë ndoshta sepse kishim edhe rastin që ndodhi dhe me këngëtarin që ndroi jetë po atë ditë, domethënë një ditë para, ndodhi dhe këtu njerëzit kishin edhe raste të cilat edhe kanë qenë në Tetov dhe në pranë familjes të tij dhe nuk kanë arritur të gjithë, po unë sinqerisht të them sepse para asaj ne të gjithë që na lajmëroni dhe na merrni në telefon ku t'i gjejmë biletat. Më thënë mund të gjejnë një vend, dy shprazët që do habitesh edhe ajo ishte sigurisht që e kuptonim se ka pas dhe njerëz të cilët kanë qenë dhe pranë familjes të shpatit. Një ngjarje shumë fatkeqe. Dhe unë e Inva e ndjem këtë, sepse kishim raste që na treguan, do më thonë që kishin njerëz të cilët nuk arritën të vinin, por ishin shumë pak nga ato që ne i kishim të ftuar dhe në moment e ndjem që ne duhet të themi diçka në skenë, edhe sigurisht do ta bënim në për intervistat kuptohet, por që aty e gjithë salla e dëgjoi edhe pjesën që ja dedikuam të dyja bashkë, Angelit, këngëtarit, artistit, cili shkoi shumë i ri, por që sinqerisht ka lënë vepra këngë të bukura dhe gjithmonë do të kujtohet për atë buzëqeshjen e tij, për atë pastërtinë e artistit, atë djalin shqiptar me preardhje Dibrani, i rritur Tetov, në Shkup, dhe ai ishte gjithandej, ishte në gjitha shtëpitë shqiptare, kudo që jetojnë shqiptarët, edhe në Amerikë, edhe në gjitha shtetet e tjera, domethënë ai kishte këngë të mrekullueshme, të cilat i këndonte me shpirtin e tij të bukur. Ka lënë pas një pasuri të madhe. Ashtu është. Shumë e vërtet. Aktivitetet, provat, lodhja nuk mbaroj me kaq, apo jo, nuk ngeli me kaq, do të kemi prezente edhe në Vjenë së shpejti. Po. Unë me datë 17 kam një koncert në Vjenë, është në një sallë shumë të bukur të Vjenës. Jam bashkë me dy kolegët e mi nga Teatri Operës, pianist edhe instrumentist. Janë dy vëllezër bineq që janë shumë interesant për publikun, por që janë profesionistë të mrekullueshëm dhe luajnë bukur pjesët shqiptare. Ne kemi luajtur me ata edhe në New York, edhe në Korçë, në Mik Festivalin që organizon Inva, edhe në Turqi, edhe e ndjejnë shumë bukur këngën shqipe edhe interpretojnë. Këtë rast sigurisht do kemi dhe pjesë shqiptare, por do të bëjmë një koncert me këngët fund vitit, festave të fund vitit, edhe klasik, edhe si thua me një repertuar të përzgjedhur dhe për qytetin e Vjenës, sepse ka muzikën e vet Evropa dhe Vjena, veçanërisht ato pjesë gjermane të kompozuara nga kompozitorët austriak dhe gjerman, dhe kështu që ne kemi bërë një përzgjedhje të larmishme. Dhe unë tani po përgatis këtë program, brenda 2 javëve më duhet të udhtoj për Vjenë dhe pas ati koncerti do udhtoj për New York, ku do vazhdoj edhe me aktivitetet e reja që do organizoj atje, koncertet e radhës. Këto në Vjenë janë vepra që vetë si ke kënduar, apo do jenë diçka çdo gjë re, le të themi, përgatitjet e reja komplet? Kam 2 vepra të reja, kam pjesë të cilat i kam kënduar, por ka pjesë të cilat, domethënë, ka vite që nuk i kam kënduar, sepse janë dhe gjermanisht dhe duhet të filloj të rikthehem. Është një gjuhë pak e vështirë, nuk është e lehtë, por me gjuhën e muzikës ne e interpretojmë në mënyrë pak më, si thuash, mënyrë më universale. Është koncerti i fundit për si vjet, apo do kemi edhe ndonjë gjë tjetër nga dëshira? Po të them të drejtën, ndoshta mund bëhet në një mbrëmje e bukur në New York për fund vit, por në një koncert tani për momentin nuk kam, sepse këto janë vërtet projekte të mëdhaja dhe i jap vetes pak edhe pushim që t'jem pranë familjes, se unë jam këtu që me datë 20 tetor, kam ardhur domethënë dhe shkoj me 20 dhjetor, 2 muaj që jam larg familjes dhe të festojmë festat e fund vitit, bëjmë një mbrëmje të bukur kështu bashkë me Arianin dhe të jem afër tyre, pastaj me njerë që nga janari fillojnë projekte të cilat duhet t'i vejnë
në binar, si të Do na kthehesh përsëri vitin e ardhshëm këtu besoj apo jo? Po patjetër do vim edhe me plane të reja, kemi edhe plane të tjera bashkë me Invën, sigurisht nuk do t'i mungojmë as publikut të Shkupit, as të Tiranës, as të Korçës që është në ver, mik festivali, ashtu siç e ka emrin në çdo vit jemi aty në atë festival, dhe jemi miq të cilët nuk mund të mos takohemi dhe të shijojmë festivalin, por dhe fëmijët tanë u rritën çdo verë në këto aktivitete dhe tani kërkojnë që të ndëgjojnë muzikën dhe çfarë do ketë risi këtë vit në Mik Festival, sepse çdo vit ka diçka të re nga ai repertori që përgatit Inva. Është e rëndësishme edhe kjo pjesa e pushimit, patjetër të kalosh kohë me familjen, po mendoj edhe nga ana profesionale, qoftë për trupin, për zërin, në përgjithësi për ty si soprano, si soliste, nga ana shëndetit flasim. Duhet shumë kujdes, edhe këto ndryshimet kështu, si thuash edhe nga udhëtimet e largëta, derisa e merr veten, derisa adaptohesh me gjumin, me ajrin, e gjitha këto me radhë. Por nuk jam artiste e vetme që udhtoj, artistët që kanë projekte me menaxher që udhtojnë brenda javës dhe muaj tjetër shtete të ndryshme, i mësohen me atë ritëm, mësohen me ato fluturimet në avione, gjitha këto, por është një sakrificë e madhe. Sinqerisht është shumë sakrificë e madhe dhe e kuptoj që sa vështirë e kanë kolegët e mi, të jenë gjithkohës me produksione, sepse unë vërtet bëj produksione këtu në opera, edhe kthehem dhe prap kam një liri, si thuash, edhe organizoj më shumë dhe vetë projekte dhe e caktoj kohën, kurse kur je me një kontratë pune dhe i ke ato menaxherët me detyrim, është shumë e vështirë. Më thënë, duhet gjithmonë të kesh kujdesin, gjumin, ushqimin, edhe nuk e ko t'japësh liri vetës edhe të festosh të bësh dhe, si thuash, me shoqëri të ndash kohë më shumë hapësirë për të shijuar, ngelesh më shumë në një farë mënyre je bashmëri, je një viktim, duhet ta pranosh, dhe më thënë, në thojza, por që detyrimisht duhet të kujdesesh në mënyrë të jashtëzakonshme. Se flasim këtë pjesën sepse zakonisht audienca apo publiku i sheh vetëm këto rezultate në fund apo suksesin që prezantoni para tyre, por mbrapa është një punë e madhe dhe një lodhje e madhe apo jo? E papërshkruar. Është psikikisht një ngarkesë e cila artistët e kuptojnë, por mua, për shembull, kur janë afër meje njerëzit e familjes që gjithmonë e din atë stresin tim dhe thonë kur do jetë e fundit, mëse këto organizimet e tuja, edhe ne jemi bo me stres, do na lërë zemra se kemi fitu aritmin, edhe në Amerikë, edhe këtu kur vi, po se nuk është edhe organizimi parë, që kur fillova të jem soliste në operën e Shkupit, fillova me organizime që atër, me koncerte të mdhaja, me orkester, me projekte në ministri, me filharmonin, me operën, me shoqatën e artistëve shqiptar që këtu e kemi krijuar me dirigentin, artistin e madh Aleksandër Lekaj, që ai më tash nuk jeton, por që e krijoi dhe na la që ne të gjithë të kemi një shoqatë të artistëve dhe ku të jemi bashkë dhe të bëjmë projekte dhe kështu me radhë. Dhe ato vite kemi pasur shumë aktivitete, të pa me numër domethënë të madh dhe do t'i rikthemi sërish të shoqatës për të mbajtur aktivitete të tjera të radhës, por që unë i kam bërë dhe në mënyrë kështu më, si thuash, private, projekte që kam konkuruar si individ. Unë nuk do të të pyes dhe nuk do të të pyes më në detaje për vitin e ardhshëm, sepse uroj që do të kem sërish të ftuar për bisedë, sepse gjithmonë është kënaqësi të kem në studio dhe po ashtu në emision, dhe të falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësinë të jesh me ne, vërtet kënaqësi gjithmonë takimi me ty edhe urime festat edhe shihemi besoj vitin e ardhshëm përsëri. Me shumë kënaqësi, është hera e dytë që vi në studion tuaj si gazetare, dhe kam shijuar dhe herën e parë që kemi qenë, domethënë, e ftuar në emisionin tuaj, edhe shikuesit sigurisht që e shijojnë. Ju jeni kaq e përgatitur dhe unë ndjem gjithmonë mirë, ndjem mirë të jem edhe në vendin tim dhe të sjell koncerte të bukura, të sjell program të ri, të sjell artist koleg të cilët do vinë dhe do të na dhurojnë koncertet e tyre dhe të jenë në pjesë e gjitha këtyre aktiviteteve që do të jenë të radhës, dhe sigurisht edhe mund të i përmendim, por le të ngele që të vim në emisionin tjetër dhe do të kemi më shumë kohë dhe do flasim për projektet e reja.
Atëherë shpërnderoj edhe një herë dhe takohemi me patjetër, vitin e ardhshëm. Faleminderit, gëzuar dhe juve festat, shikuesve ju uroj gjithashtu gëzuar festat edhe një vit që vjen të na gjejë të gjithëve mirë dhe shqiptarët kudo që janë, Zoti i bekoft. Të dashur, me një bisedë kaq të ngrohtë dhe po ashtu mesazhe kaq të ngrohta, unë ju përshëndes edhe për sot duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.